Lajmet për sulm iranian në Shqipëri, e reagojnë mujahedinët. Lajmet e publikuara së fundmi nga Irani për mundësinë e një sulmi me raketa ndaj Ashraf 3 dhe mbulimi i tyre në disa media shqiptare janë cilësuar nga mujahedinët si propagandë orkestruar nga regjimi iranian. Si pas reagimit të tyre nëpërmjet zëdhënësit Shahri Arkia, thuhet se kjo po bëhet për qëllime të qarta që krijojnë një luftë psikologjike, me qëllim krijimin e shqetësimit dhe kaosit në Shqipëri për të ndjekur interesat e regjimit iranian. Mujahedinët theksojnë se këto pretendime nuk kanë bazë dhe nuk bazohet në asnjë fakt. Ata shtojnë se kjo luftë propagande po kryhet në koordinim të ngushtë midis regjimit iranian dhe agentëve të tij lokal në Shqipëri, me qëllim rritjen e rezonancës dhe përhapjes së lajmit sa më shumë të jetë e mundur. Gjithashtu, mujahedinët bëjnë të qartë se raketat e regjimit iranian nuk kanë kapacitetin teknik për të arritur në Shqipëri.